këto protestat me këto meme, tabelat, këto. Qa po I bëjnë? Po argëtohen. Po, do argëtohen, po ashtu është. Dëgjo, po tha po argëtohen ta di që ai në ditën më të zezës të shpirtit të tija. Bajni më të them unë. Kur thot argëtohem dhe kur thot nuk më përshtypi, atëherë ka vajtur frikan palc. Dhe këtë e bën thjesht për të thënë që shiko se unë nuk pyes. Do pyesësh more Edi Rama, dhe do ikësh mu si kur I themi qeni del jashtë. Ashtu do ikësh. Avokat, më kujtuat grekët pak më parë, ndërkohë që dje kishte një lajm nga mediat greke, njëra prej tyre në fakt, që fliste se mund të kishte një tërheqje të Kushnerit, dhëndrit të Trumpit nga Zvërnesi, edhe investimi mund shkonte në Mykonos në Greqi. Të vej, jo në Mykonos, po të vej të Akropoli në Athinë, vetëm këtej t'ikin hebrejt se duan të pushtojnë tokën, nuk e kanë allin të investimi, zotëri. Investimi ishtë tabela. Investimi ishtë tabela, reklama. Realiteti dhe përmbajtja është pushtimi I Shqipërisë nga 2,5 milion hebrej. Kjo do bëhet. Jo do bëhet, duat të bëhet, se nuk do bëhet sa t'jemi në gjallë. Dhe unë nuk kam thënë, po që se do, edhe qytetarëve izraelit që mbase I ndjekin këto mediat tona. Mos provoni të vini në Shqipëri se nuk ju duam as lekët tuaja, as hajrin tuaj. Rini atje ku jini, punoni edhe jetoni atje ku jetoni. Zotëri, Izraeli dhe qeveria Izraelit, që ky palaqo vetë edhe flet dhe në Knesetin e tyre, parlamentin Izraelit, ka mbytur në gjak mira arab. Vetëm sepse do që t'i përsëran andej dhe t'u marrë teritorin. Të njëjtën gjë do bëjnë dhe këtu ata po erdhën. Dhe të ma bajnë mendjem dhe vajzat e reja. Se di çfarë them avokat, sepse nuk e di. Më duket tani është ndoshta momenti kulminant nga mund të marrë drejtim, ndoshta një ulje në për të biseduar, jo negociata, për të folura. Se di, nuk e di. Ai nuk pranon të flasë me njeri. Atje pëlqen vetja. Edhe zgjedhjet e parakoshme tha që s'bëhet vllaj. Po. Ai flet zotri kam pushtetin thot. Por unë kam një thirrje për forcat ushtarake që janë në Shqipëri, për ushtrin dhe për policinë e shtetit. Zotri, oficer, zotri, polic, vëllezër të veshur me uniformë. Mos u bëni kriminal të popullit tuaj. Mos u bëni kriminal të vëllezërve, të motrave dhe të fëmijëve tuaj. Sepse po ndezi luftë Edi Rama, të parë që do vriteni një ju dhe unë bashkë. Edi Rama kërkon të ambysi vendin me gjak. Prandaj, këtë përbindësh që juve ju komandon për 600.000 lekë në muaj që paqen e zezë që vazhdoni të rini akoma në punë me këtë diktatorus, se kështë është diktator, këtë diktator se I një ju zotërin policë në punë, që është diktator, këtë pa ja di unë të në mërin këtia. Ai më falë për shprejnë, ai vjetë gjak zotëri, ju nuk e njihni. Avokat, po, në fakt, dhe këto ditë, nuk është se ka pas në ndërhyrja, në incidenta, domethënë kanë dalë njerëzit kanë protestuar, kudo që kanë pas dëshirë, të paktën kështu duket. Njerëzit kanë dalë dhe po ja thonë njerëzisht, ik. Më njerëzisht dhe më paqësisht nuk ka më ku të shkoj. Më njerëz të ndershëm se shqiptarët në këtë protest nuk ka bërë vakim ndonjëherë. Se herët e tjera kanë dalë për Sali Berishën edhe për Flamur Nokën, e s'kanë dalë për këtë krim që po I përgatitet atë dheut, për këtë tragedi që po u përgatitet shqiptarëve. Kanë dalë për të mbetur Flamur Noka deputet me 15 vota, kanë dalë për të mbetur Sali Berisha të vdes në karrike, kanë dalë për të vjedhur dhe për të grabitur Edi Rama, që t'i kthejnë paratë e shqiptarëve dhe naftën e shqiptarëve në bizhu, në Flori dhe në Diamant, për këtë kanë dalë. Po jo si që kanë dalë tani në këtë protest që dalën dhe thonë, ik zotëri, ik. Po I thonë ik. Njerëzisht po ja thonë ik. Po nuk do rrinë deri në fund njerëzisht zotëri, të garantoj për këtë punë. Dhe ai e di këtë gjë. Dhe ai merr masa të dërgon për ditë spion civile dhe polic civil aty. Nuk do rrinë kështu për ditë.
Avokat, lutem thuaj edhe diçka për ta mbyllur se ju përmendet amerikanët, ndërkohë që ne presim na vinë dhe ambasadori, një general këtë radhë në Tiranë. Prisi ndryshoj në gjë apo se edhe investimi tani është i familjes. I kujt familje? Ai ambasadori është i presidentit. Shiko, ambasadori nuk e emëron presidenti, zotëri, që ndajmë që gjërat. Ai e nominoi, avokat. Ai e propozoi, po e emëron Senati dhe Kongresi Amerikan. Jo ai. Fillimi ai është, burimi. Të lutem. Ai mund ta rekomandojë dhe mund mos e pranojnë. Ata që drejtojnë shtetin Amerikan. Ndërsa ai president është presidenti degeneruar që në dorë do qërohet nga karrikja. Jo, avokat, jo. Ndalo, jam përgjegjës për atë që them, zotëri. Kemi videot e ti në Epstein. Jo, avokat, ajo unë mendoj kështu. Ajo është politike madhe. Domethënë, po të mbetemi tek kjo këtu që tek ky fshati jon, kaq sa se ne një fshat në Amerikë kemi 1 milion kemi mbetur këtu. Unë shpresoj që presidenti, që ambasadori që po vjen, i cili është ushtarak, dhe duke qenë se u kam besim të jashtëzakonshëm te ushtarakët në diplomacinë e tyre dhe në ndershmërinë e tyre, dhe në ndershmërinë e një ushtaraku, aq më tepër që ky është një general që ka lënë gjurmë pozitive në karrierën e tij, është i veçantë. Besoj që ai do të tregoj vendin këtyre lumrave që po na qeverisin, këtyre 140 banditëve, bastardëve, shushunjave që po pinë gjak. Nuk u bëri përshtypje shqiptarëve që ata bën rrogat e tyre nga $5.000 dhe shqiptarët i lanë me 100 euro pension. Kjo nuk u thot gjë fare shqiptarëve si thua. Jo më u thot që s'kemë atë punë dhe e din. Dhe do ngrihen, ndaj them që do ngrihen. Kjo do i ngrër. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën. Me këtë përmbyllim me këtë entuziazëm nga ana juaj në pritjet e asaj që do të ndodhë. Ne konsumojmë shumë politikë dhe shumë zhvillime, shumë ngjarje. Edhe ato që ndodhin jashtë i sjellim këtu për të sjellë si narrativ. Unë shpresoj që të vijë sa më shpejt ambasadori amerikan, se atëherë do flasim ndryshe. Përmbyllim me këtë atëherë. Në pritjet e ambasadorit ne do flasim sërish më para. Të falenderoj shumë, avokat. Gjithë të mirat, edhe unë falenderoj për ftesën.